Kjo është kur e merr këngën Hajde me shuplak si shumë seriozisht. Në asnjë mënyrë nuk e mbështes dhunën, qoftë televizive, qoftë mbrapa kamerave. Secili moment që ka dhunë nuk arsyetohet sepse problemet munden me u zgjidh me komunikim. Kjo vetë është informuese edhe edukuese që këto gjëra mos më ndodh më. Stand up now and face the sun. Won't hide my tail or turn and run. Rasti i gjesit nuk është rasti vetëm i dhunës televizive si tek ne po edhe në botë, po beso që kjo nuk ndodh shpesh. Qeni rast që nuk mundu me harru kur. Frashët Krasniqi dhe Milaim Zeka kalojnë në një tjetër nivel ku shuplaka është goditja më e butë që përjetohet brenda 30 sekondave. Situata eskalon aq shumë sa që edhe punëtor teknik duhet me reagu. Po a din që thojnë, qysh është vendi, është edhe ku vendi. Edhe pse kemi raste dhunës, nuk kemi shumë raste televizive. Shqiptari të pret kur del jashtë, se në rastin e Valon Sylës. Këto raste ashliqare nuk ndodhen në vende demokratike. Uh-oh, Richard! Oh, wow! Wow! Rasti Will Smith dhe Chris Rock është një ndër momentet që gati krejtve na kujtohet. Plus, duke di që ka ndodhur në një ngjarje që është më e madhe e filmit si Oscars. Oh, wow! Ama në vendin ma demokratik edhe dënohesh. Për shembull, Will Smith nuk mundet me qenë më pjesë e Oscars për 10 vite të ardhshme, e duke i ditë që është dëmtim i imazhit edhe është i paevitueshëm. Plus edhe ndikimet financiare, aty ku e prek njerin mas shumti. E për fund, po du me kryomël me një puthje ikonike të Madonës me Britney Spears edhe Christina Aguilera në VMA 2003 live në TV. Kështu që popullat, ma mirë puthëni, e sojena këtu, puthë Urban FM në follow në rrjetet sociale edhe subscribe në YouTube.